Martin Garrix kështu. Kam kryer këshillë me ta. Ora vdesim për gjakun e shqiptarit tuaj dorë, se jemi kështu, jemi si është orës, jo të ëmbël, jemi sanguin, jemi kështu. Dolim te Drake ne, Drake. Edhe Drake-un ke Drake shoqëni, po Drake kam bërë shumë shoqëni me ta. Drake kështu. Kush pëlqen më shumë nga këta që është tip që të ka impresionuar më shumë pozitivisht që është i vërtet? Tani, nga që unë kam konfidencë, jam mirë me ta. Drake është më cool, është i urt, e Sheeran është super djalë. Edi, ë? Asha kam bërë shumë abet. Nelly është cool, me Nelly kam shoqëri ulem me të, bëj muhabet, pi alkol, bëhemi tap, jemi ka pas njës me koncert është bote se pi shumë whisky ai. Është bot dy, po të kështu. Më thonë të morë, Alesi, you fuck my day. Kam muhabet me ta, muhabet nga që më ka ra puna me ta. Edhe Drake për shembull këngën për shqiptarë ka, po i ka shok shqiptarë që janë nga Deçani, një është nga Shkodra, që është rrit me ta në shkollë. Edhe dikur ka pas shok që i rrin. Po pra se çka kanë shqiptarët. Po, i rrin ka pas lidhje me femra kur thoshin fare s'ka lidhje fare në botë. Zero. Drake kështu, ë? Zero. Unë tani në Australi kishte, unë shkova. Djali mirë Drake. Shkova në Hamburg, isha në Hamburg, mora gjithë shqiptarë të Hamburg, i futa backstage. I mora se isha shkova me taku për më që dëshëm me plas punë Shqipëri për koncertin e tij dhe menduan që kam lejm Rom. Edhe unë kam taku Ylli Bakën në vjet, në verë. Po. Tip.